Atëherë, tani kemi nderin të dëgjojmë fjalimin e Ela Deda. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, si kriminologe dua të theksoj se ideologjitë ekstreme dhe totalitare nuk janë thjesht çështje bindjesh politike apo fetare, por përbëjnë mekanizma të qartë kontrolli, të ngjashëm me strukturat e sekteve dhe organizatave kriminale. Ato funksionojnë përmes izolimit social, shkatrimit të identitetit personal, manipulimit emocional dhe frikës. Kur individi humbet aftësinë për të menduar në mënyrë kritike, ai bëhet i cënueshëm ndaj abuzimit, dhunës psikologjike dhe shfrytëzimit. Rastet e dëshmuara sot tregojnë qartë se si ideologjia, kur nuk sfidohet nga logjika, mund të prodhojë viktima të heshtura. Shoqëria ka detyrimin moral dhe ligjor të mbrojë individin nga këto struktura shtypse, duke promovuar edukimin, mendimin kritik dhe lirinë e shprehjes. Dita e logjikës nuk është thjesht simbolike. Ajo është një thirrje për përgjegjësi kolektive ndaj mendimit të lirë dhe dinjitetit njerëzor. Faleminderit.